Po ndëgjojmë Naim. Përshëndetje nga Prizreni. Allah ju dashtë mira, Allah ju bekoft. Atëherë, hoxhë nderuar, faleminderit që keni pranuar ftesën të gjeni kohë të na ndëroni në këtë rubrikë të emisionit të mëngjesit që titullohet Kafja e mëngjesit, pra do të jemi gjysmë orë apo eventualisht 40 minuta të nderuar dëgjues me Hoxh Muharrem Ismaili nga Shkupi. Hoxh, me qenë se titullohet edhe kështu kjo rubrikë Kafja e mëngjesit, pyetja e parë ka të bëjë me kafën, sa konsumoni kafën, a keni pirë ende kafe apo edhe ju pini çaj, se mduket shumica e Shkupit kanë zakon çaje. Po ç'është. Unë do të thotë jam duke pi kafe momentalisht, para vetes se kam kafën, e kam qef, do të thotë me pi kafen tesull zakonisht, për dallim prej kolegëve të mi tjerë shkupjan. Nuk e di çka çishto tek jo, po më ka mejtë si huj, do të thotë para disa viteve, duke u shoqëruar me do vllaznie xhamatlije, çështo kam e preferoj më shumë kafën në mëngjes se sa çajin. Dhe momentalisht jam duke pi kafe. Suna ndoshta pa drejtësi ka bo, më ka qit kafe këtu përpara. Ju nuk e di atje apo pini, po i shkon mirë dhe ti që të një para vetes që barabart bomi. E thonë zakonisht nuk e përdori kafën, hiç nuk e pi mirë, po ndonjëherë shumë rrallë. Së të jetë i bëf mirë kafja që ka përgatit Suno, dhe faleminderit nga ana e tij për bashkëpunimin. Do të dalim tek përsëri tek mëngjesi, hoxh, sa keni problem me zgju herët, sigurisht namazi sabat është e ditë për të gjithë, por kështu sa keni problem me zgju herët apo me zgju herët? Po zakonisht do të thotë para orës 9:10 s'kam qef me më trazu dikosh. Thotë deri në këtë kohë kam qef me pushu, po edhe kur qohem ndonjëherë, kur del xhumi ka herë 7-8, insan halli, do të thotë nuk kam qef me dal prej dhomës fjetjes. Ria të mbrejnë do të thotë, a bëj ndaj muhabet, a lexoj diçka, a pushoja. Kryesor do të thotë para orës 9:10 nuk kam qef me dal prej dhomës fjetjes. E pastaj si dal prej shtëpis, Allah i bereqet, nuk e di asunë kur kthehem. Mirë, sa jeni përdorus i rrjeteve sociale të internetit? Po, rrjetin e internetit, elhamdulillah, falë Zotit, unë edhe kuptoj mirë gjuhën angleze e flas. Do thotë jam online 24 orë, do thotë, derisa edhe kam qef pak rrjetin e internetit ta kem pak më të dallum, do thotë te operatori i telefonit tim paguaj pagesë shtesë, do thotë vetëm që ta kem pak internetin më të shpejt se sa që i ofrojnë ato paketet standarde. Kështu që do thotë e përdorim vazhdimisht emailin, ka që tepër se 10-12 vite që e përdori do thotë Hotmailin, edhe atër kur ka qenë mirësi, do thotë Skype-in, Viberin, WhatsApp-in, do thotë Tango, Line, gjitha do thotë programet që janë të mundshme për komunikim, do thotë i shfrytëzoj. Përveç se Facebookin ende do thotë nuk kam account do thotë për komunikim Facebook, përveç se fanpage-in që e kam për ligjeratat dhe për pyetje përgjigje, që është të strikt zyrtare, thonë, do thotë për ligjeratat, pyetje dhe përgjigje, por kështu për komunikim më të lirë, ende nuk jam kyç do thotë në faqen e Facebookut, edhe pse Sunullai po më qorton her pas here, por unë mendoj se alhamdulillah do thotë ka bahegia xhallar të cilët këtë zbrastire e mbushin më mirë se une. Kështu që kjo është do thotë në pika shkurta në lidhje me internetet, do të në përgjithësi thonë e çmoj dhe kam qef t'jem vazhdimisht i kyç në rrjetin e internetit për do të komunikim të ndryshëm me vllazni, me xhamat, me shoqëri dhe kështu me radhë. Mirë, pyetja radhës thotë sa i përgjeni punët të shtëpisë dhe a bëni ndonjëherë punë shtëpie? Zakonisht do të thotë punë të shtëpisë i ban shoqja, Allah i dhashtë mira asaj. Përveç se disa punë që të cilët do të thotë më takojnë më shumë mua. Sikurse për shembull kur jam te shtëpia zakonisht e thras shoqen me asistu, do të thotë me një shkak me ndejt pak më tepër së bashku. Do të thotë që kanë të bëjnë diçka me rrym, ndonjë çeshë më shprish për shembull, apo ndonjë ulse është shkoç dikun edhe kështu me radhë. Punë të shtëpisë i bëj vetëm zakonisht do të thotë kur shoqja është shumë e nxanë, ka mysafir do të thotë, ka mbet diçka pa rregullu, apo do të thotë është tungut, ajo do t'i vjen ndonjë mysafir pak më tepër, i ndihmoj, por zakonisht do të thotë në gjendjet normale
Thot edhe shoqja nuk ma lejon, tham drejtën edhe ajo nuk ma lejon, s'ka qef që ti kry punë, por po tham kryesisht kur ajo është pa qef apo është e nxon pak më tepër, i ka ndonë mysafir pak më shumë, i ndihmoj dhe thotë, më shkojmë për dore, nuk është problem. Mirë, dalim tek kuzhina hoxh, sa njihni punën e kuzhinës dhe a keni ndonjë specialitet të veçuar për ju? Punën e kuzhinës se njoh as pak, derisa edhe kur ndodh që të familjes të mos jenë të shtëpia, do thotë i tham asaj, do thotë shoqës që tjetë online në telefon me mu, nuk di vela gotat ku janë, apo ku janë ato kripat senet, do thotë se rallën bjen me bo diçka në kuzhinë. Por edhe kur bëj diçka bëj fast food, do thotë, në mungesën e saj, diçka shpejt, si thojnë. Thotë, ndonjë copë së zhuki, naj djath, naj ullinje, dhe e kaloj, do thotë, kështu me përgatit gjella nuk di. Edhe pse kam qenë studentën në Medine, por edhe atëherë thotë e kam pas të probleme. Por ka dosh zotë çdo kam pas ndonjë vëlla, ndonjë talebe që ka banu me mu dhe i kam shku pak më tepër për dore. Dhe ashtu edhe elhamdulillah ja kemi kalu përgjithësi. Specialitet do të thotë më është imponu prej rrethonave që do të ta çmoj pak më tepër orizin me mish pula apo të lopës apo çfarë do që është mishi. Të zakonisht orizin me mish pula e preferoj më tepër, por në përgjithësi nuk jam njeri që e zgjedhi ushqimin, i ha të gjitha elhamdulillah. Do të nuk ka ushqim që se preferoj, edhe nuk ka ushqim sado që i keq që tjetë, s'ka ndodh që ta kthej prapë, do thotë edhe lëvdoj çdo herë, do thotë dhe do thotë këtë edukate kemi prej nonës zakonisht që prej fëminis na ka eduku që bereqetin me lëvdu çdo herë, se ushqimi do thotë është bereqet e mire Allahut që na i ka bërë rrezik. Edhe duhet me lëvdu, do thotë, edhe pse ndodh dhe njerë që me pas pak më shumë krip, ma pak krip, me kom pak më i djekt, por subhanallah, do thotë, derisa edhe shoqja shpesh ma përmend, do thotë se kur ka ardhur ka qenë pak më e re dhe s'ka ditë me përgatit ushqim, dhe shpesh ma bëjke ushqimin, do thotë, jo të mirë, dhe është mësu, do thotë, në Medinë, pasi që jemi martu, edhe shpesh edhe pas shumë viteve, do thotë, ma përmend, thotë, njëherë s'kam dëgju që të më thush se e ki bo ushqimin e keq. Edhe pse thot, e di se e kom pas bo keq, e kom pas djeke, kështu me radh, por kur e kam servu në sofër, ke thonë sa i mirë që qenë ka ushqimi. Edhe alhamdulillah, sot e sot do thot, në përgjithësi gjitha ushqimet edhe të këqijat, kushtimisht thonë, do thot i pëlqej, por atë që e kam pak ushqim më të favorizum, do thot është orizi me mish. Allah në mundsof me shku ndë një haqë, ndë një umre, sa më shpejt e ta ham, ka një tanjër se më ka marrë malë, të më drejtë në oriz Arabie me ongër. Mirë, inshallah. Atëherë, shkona në pyetjen e dytë, hoxh, tek shkolla, ka të bëjë të çfarë të nxënës si keni qenë në shkollë të fillore dhe në studime, qoftë me sjellje apo edhe me mësim, si jeni vlerësuar nga shoqëria dhe nga profesorët? Sa i takon shkollës fillore, do të thotë në shkollën fillore kam kryer në gjuhën turke. Është një shkollë fillore të FEI-s këto në Shkup. E mbojmen si sot që në klasën e 4, në klasë kam qenë i vetmi nxënës i cili ka pas suksesin 5-0-0. I vetmi kam qenë. Në klasë tjera ka pas edhe tjerë, por dhe e di si sot do të thotë patar drejtori me dhurata të veçanta, me libra, që do të thotë kryesia e shkollës, dyqysh do të thotë sikur me dashëm tregu se ke bo diçka shumë të madhe. Do thotë në përgjithësi në shkollë fillore kam qenë nxënës do thotë i mirë, me sjellje nuk di që kam bën ndonjëherë problem, por edhe kur vike puna ndonjëherë morrej si kam pritu vallaj, thotë, nuk lëshoj udh se te nanga zibava atë një mahall është, se të lëshoj udh aty ku jam rri, do thotë shumë nëse lëshon rrugë kallëzosh takva, do të mysin çkelin krejt. Dhe do thotë kur u dashkë ndonjëherë i kam përvel krah, do thotë e krysha hallin tem, herë më bëshin me gjak, herë e bësha dikan me gjak, kemi kalu, dhe të qashto. Kurse në medrese, dhe të shkollën e mesme, kom kryu medresen i Sabeut në Shkup, elhamdulillah, dhe të thotë, në fund,
në vitin 4, për edhe vitet tjera kam qenë dënës i shkëlqyshëm. Në vitin e 4 dhe në diplome kom pas suksesin shembullor, do të thotë 5.00, por edhe me profesort, edhe me shokët e mi hoxhallar, do të thotë s'ka bova ki që dë njerë mu prish në diçka, do të thotë i gjithë raporte ka qenë ndërtum mbi respekt dhe nder dhe tolerancë, dhe do të thotë definitivisht në çastet më të mira të jetës time dhe për kujtimet më të mira i kam nga medreseja Isa Beut në Shkup, pasi që ka qenë medrese me konvikt. Dhe sinqerisht thonë, do të thotë ka qenë një fazë, një periudhë në jetën time e cila më ka ndihmu që të formohem s'pariherë si njeri, si musliman, por edhe që të profilizohem si hoxh, dhe do të thotë ma ka mundësu që në të ardhmen, do të thotë natyrisht rrugën e kërkimit të diturisë ta kemi sa më të lehtë, ku Allahun dashti që pastaj të vazhdojmë në Medinën e bekume dhe të ndrigjushme. Kurse sa i takon në Medinë, do të thotë suksesin përgjithësi kom pas shumë mirë, s'kam qenë i shkëlqyshëm. Dhe elhamdulillah, do të thotë ka pas mundësi, kushtet i kemi pas pak më të mira dhe më të volishme që t'jemi nxënës më të mirë, po që kadër Allah masha e fal, që do të thotë në fund notat kanë dalë të tilla. Mirë, dalim tek shoqëria, shoku më i ngushtë apo shokët më të ngushtë të jetës tënde, duke përfshirë fëmijërinë, shkolla, se ndoshta ka ndonjë shok që ende i mbani kontaktet nga fëmijëria, ka një shok apo disa shok veçum apo jo? Do të thotë shokët i kam në disa lloje, do të thotë kam shokët fillores, të thotë ende i kam kontakt, derisa e kam një shok që kur e kemi bën maturën fillore, kemi shkojmë vesh një të ditë si me kon vllaza. Është një Yusuf këto jeton nga Zibab të Shkupit. Do thotë dhe pa të më shku, do thotë në fund të maturës, ai me nanën e vet, unë me nanën time, dhe insistojshme që mu vesh të ditë njëjtë. Edhe njëjtë pa të më vesh. Edhe sot do thotë atë shok e kam kontakt dhe jemi në rjedha. Kam shok edhe të, do thotë, medresesë Isa Beut, është një shoqëri, do thotë, që elhamdulillah sot takohemi, shihemi me ta, bile do thotë se jemi shka përdert, tash se ato natyrisht janë hoxhallar, profesor, ligjëren në për universitetet ndryshme, janë imoma në për shtetet ndryshme, do thotë duke përfshi këtu Kanadën, Gjermaninë, do thotë Turqinë, janë profesor do në Sarajevë, do janë këtu në Shkup, po sot kur na vjen do një mundësi të bomi, do thotë e pim një çaj bashk, edhe si thëni përkujtojmë ato çastet e këndshme që i kemi pas bashku në medresejnë e Isa Beut. Këtu përfshin edhe normal edhe shok, do thotë që kemi mësuar në medrese prej qyteteve tjera, do thotë prej lindjes deri në perëndim të Maqedonisë. Do thotë që sot do thotë kam hoxhallar shok që kemi mësuar në medrese, janë për shembull nga Prilepi, janë nga Manastiri, do thotë nga Struga, Ohri, që do thotë her pas here, do thotë ndëgjohemi, shihemi dhe kështu me radhë. Kurse dosti jaran që sot e kam kështu prej studimeve të studimit të lartë, është Hoxha Bedri Lika, do thotë e kam jaran kështu dost. Shpesh do thotë kështu në kallaballëk kur jemi aktrojmë si njerëz negativ, do thotë zihemi në mesele, zakonisht i kemi ndryshe meselet e fejës, do thotë aty ku ka tolerancë natyrisht. Dhe nuk japmi përshtypje para tjerëve se jemi aq edhe shok, po ato që na njohin dhe na din prej moti, e din se mas 20 minutave pim dikun bashk kafe me ta, do thotë kemi qenë me një dhomë në medresën, kemi qenë me një dhomë në Medinë, do thotë kemi banu me një dhomë si student, kemi hon, kemi pi bashk, kemi nda të mirën edhe të keqen bashk, por edhe sot kur kam unë edhe një konsultim pak ma privat, do thotë ma intim, do një konsultim do thotë edhe profesional qoftë ajo, zakonisht parin që thras pa hezitu, do thotë është Hoxha Bedri Lika, dhe kemi muhabete shumë bizbize, elhamdulillah, deri sot dhe vazhdojnë tillë, në një ustim kur e kam unë pak ma larkë, ma temin, dhe du me qenë do shta pak edhe ma im fsheft, e thras Hoxhën Bedrinë e marrë me vete, edhe zakonisht nuk më refuzon, edhe pse është ai las pak ka udhët e ka sen si ka merak,
por kur ta thrasune do thotë elhamdulillah, do thotë s'ka bova ki që të mos më vjen me mu, sidomos kur s'kam tjetër që e kompenzoj, do thotë nuk ka shansa që të mos vjen me mu. Kam shok edhe kështu si xhamatli, e kam një rob të Zotit atje me një far Italie, një far Axhi Imrani, është më më shumë se unë pak, por do thotë e kam kështu dost jaran që flas me ta, do thotë dhe flet me mu, do thotë gjërat që nuk i flas me tjerë dhe tjerë nuk i flasin me mu. Do thotë e toleroj pak më shumë se sa tjerë, si xhamatli do thotë. Shpesh disa do thotë është vëlla pak që ngutët her paseri, e thojnë hoxha pse e toleron këtë. Thash, po ju tham shpesh do thotë si përgjigje, e toleroj pse është origjinal i tim. Se pse është çështo e toleroj, nuk kështu më ka pëlqi si tip, bash pse është i ngutshëm, bash pse është i tillë, bash pse është origjinal. Do thotë çdo sen që e ka në zemër ai din ta flet, do thotë nahsebu kedhalik, si thënë Allahu do thotë ja fal atij gjënat e mu bashku me te. Do thotë dhe normal kam edhe shok profileve të ndryshme. Do thotë kam shok me të cilët punoj vetëm me ta, xhamatli, të cilët janë Shkup. Do thotë janë vllazni, do thotë Axhi Muhamedi, Axhi Avnia, Jetishi, Axhi Sedati, janë 4 vllazni, të cilët do thotë punët e mia, do thotë të hajrit aktiviteteve, do thotë të mëdhaja e të vogla, do thotë i organizoj me çto 4 vllazni, të cilët asnjëri nuk janë hoxhallar prej këtyre, gjithë janë xhamatli tonë, Allahu ju dhash mira e u harujt familjen, por punë të zakonisht i bëj me këta 4 vllazni, do thotë duke fillu do thotë punë prej 1000 euro deri 100.000 e tepër, do thotë me këta vllazni, do thotë si tulemi, ka dashur Allahu azza xal, asnjëherë nuk na ka korrit, janë vllazën të cilët do thotë i kam kratë djathtë në punë, e në hajrate, e në davet, thotë dhe të ndryshëm do thotë që ndoshta nuk i lejon emisioni që mos zgjeru më tepër. Mirë, do dalim tek kush ishte shkaktarë që u bët hoxh, ishte vullneti dhe ideja juaj, apo ishte një preferencë e familjes apo e shokëve? Në fillim ka qenë do thotë nxitje prej nanës time, Allahu i dhash imër e shëndet, Axhi nanës time, thotë ajo më ka qenë hoxh prej moshës 6 vjeçare. Do thotë diçish edhe pse isha do thotë herët për me shku, bile pa i mush 6 vjet, 5 vjet e diçka do thotë më ka qenë hoxh, edhe pse ish herët, por ajo diçish insistojke. Derisa do thotë e kryta hatmën e parë përsëri, do thotë insistojke me çun hatmën e dytë, dhe këtu në një mesazh ka me çu për nanat, që nona s'duhet me prit që fëmijës me kujtu më bo hoxh. Nona vetë do thotë duhet me i dhonë kohë, apo ndonjë profesion tjetër, çfarë do të qoftë, vetë baba do të thotë se fëmia nuk është i vetëdijshëm se çka është më i mirë dhe më e dobishme për te. Çka mund din një fëmijë 5 vjeçar, 6, 7, po edhe 10 vjeçar. Ai që duhet me i dhonë fëmijës vetë kohë është nona dhe baba. Dhe kështu do thotë nona ime, do thotë insistojke që mas e mbarum hatmën e parë bashkë me vllazët e mi tjerë, thotë se në zoti vllazët e mi kisha me veten hoxh, ajo insistojke që unë ta vazhdoj edhe hatmën e dytë. Kishte vërejt diçka do thotë më ndryshe prej vllaznive të mi, dhe normal që vazhdimisht ka insistuar ajo, do thotë që unë me shku te hoxha mos më ndal. Do thotë unë do thotë kam hin hoxhë, kam kry klasën e 8 fillorën, ala do thotë shkojsha në hoxh dhe pastaj do thotë nona ime, edhe kum pas edhe gjyshën teme do thotë haxhinenën që i themi na, Allahu e mëshiroft, ajo çdo herë që shkojsha në hoxh dhe visha prej hoxhës, do thotë më jepke ka 10 dinar. Si fëmijë mbaj mend, ajo si fëmijë do thotë më dallojke për gjithë nipnave të tjerë. Kemi qenë na kallaballok, do thotë 6 xhallar, nipnë mbesa plot. Por ajo mu mi pke pare, tjerve ja. Do të visha prej hoxhës, edhe qëtë këtë do të mi pke 10 dinar, çdo që e mirë kjo ajo pensionin e vetë, Allahu e mëshiroft, ja falë gjunahët, çdo herë do të më dallojke me ndonjë dhurat, veçantë të theke se ti do të ki mu bo hoxh, të ke kështu. Çdo herë më theke lexo diçka Kur'an për burin e saj, për gjyshin tim i cili ka vdek prej moti, Allahu më mëshiroft edhe atë. Çdo herë theke ajde mos më haro burin me bo dua për te, për gjyshin tim normal, babën e babës.
theke mos haro me lexu diçka Kur'an për të, si është tradita të na, si e kanë ditë plakat e atij vakti, dhe do të kryesisht thonë faktor kryesor që unë sot jem hoxh është nona ime, edhe deri sot më qëndron mbrapa, deri sot më qëndron mbrapa, do thotë kur asnjëherë kur vjen në pyetje, do thotë daveti, ligjërata, udhëtimi, nuk më pengon. Bile përkundrazi më nxit, thotë shko, unë do të rry fëmijët, nëse ka nevojë me marr shoqën me vete, unë i kam 4 fëmijë, do thotë pak si kallaballëk jemi, thotë merre shoqën me vete, unë do të rry fëmijët, vetëm mos bëhet asgjë pengesë që mos shkoj, do thotë ta bëj një ligjërat, një seminar, një takim, çka do të thotë sot e sot, do thotë unë i kam bërë 31 vjet, do të nona ime më qëndron mbrapa në rrugën që e kam zgjedhur, dhe ajo ka insistuar që në ta vazhdoj këtë rrugë. Mirë, atëherë do dalim tek pra këtë që jeni sigurisht i martuar dhe keni fëmijë. 4 fëmijë keni apo? Po, jam i martuar dhe i kam 4 fëmijë, i kam do thotë 2 vajza, 2 djem. Fëmijën më të madh e kam djalë, Sufjanin, i cili ka lindë në Medinë, i cili do thotë elhamdulillah ka dosh Zoti shumë bukur e lexon Kur'anin, mëson te hoxha që kam mësuar unë Kur'an. Do thotë Allah është gjalla i hoxhën tek i cili e kam mësuar, do thotë jo leximin e Kur'anit, por e kam mësuar tek ai drejt leximin e Kur'anit. Ai ma ka mësuar, do thotë si fëmijë tajvidin, që është mjeshtri i tajvidit. Allahu i dhash emër e shëndet, Haxhi Mensuri, do thotë, nuk është bila as hoxha as hafaz, por ja që Allahu azza xhel e ka begatu që do thotë ta plotson një boshtëk që ndoshta se ne kanë plotsuar shumë hoxhallar, shumë hafazar, edhe vazhdon, do thotë ta bën një punë tillë. Sufjani mëson tek ai, do thotë, i ka 9 vjet e gjysmë. Fëmia e dytë është Hasna. Sufjani do thotë e kam emërtuar shkaku se si student e kam pas lexuar rastin e Sufjanit Theuriut, rahmetullah alej. Dhe do thotë ai tregim jeta e atij burrit të madh më ka fascinuar. Dhe do thotë me një farë mënyrë më ka inspiruar që djalin tim ta emërtoj me emrin e tij. Dhe ndoshta ka qenë vendim ad hoc, se na e dim se sahabët kanë qenë burrat më të mëdhej të këtij njerëzimi, por ndoshta ka qenë, do thotë, vendim ad hoc që e kam lexuar, do thotë, aty për atë tregim, dhe ndoshta Allah shkurt kohë lindi Sufjani dhe e emërtova me emrin e tij. Fëmia e dytë është Hasna. Hasna do thotë vajza, është 8 vjet e gjysmë. Me cilën fëmijë do thotë jam pak më tepër i lehtë. Këtë gjithë e vërejnë, mundohem me mshef, por do thotë kjo është realiteti, do thotë që çdo prind dashti apo s'dashti, me vetdije apo pa vetdije, me një fëmijë është më i lidhur dhe ndoshta do thotë e don pak më tepër, por kjo nuk më shtin që të bëj padrejtësi në aspektin material me fëmijë tjerë. Për shembull, kur ju blej diçka, ju blej gjithëve, jo me dallu Hasnën, edhe pse do thotë familja thonë çika jota, të gjithë janë fëmijët e mi, dhe çika tjetër është e imja, por asaj thonë çika jota, do thotë dhe do thotë është emrin e ka Hasna, që do thotë bukuroshe, është tejet e bukur, Allah ja rujt bukurin, e bëft devotshme në zof në rrugën e hajrit, dhe thot i kanë gjo emrit të vetë, dhe thot dhe çdo herë kur bisedojshme me shoqën, duke qenë ajo shtatzone, të kam qef një vajzë të bukur me flokë kështu, si kur gratë, t'i bëj bishtat flokëve kur dejla kështu me radhë, dhe kur lindi Hasna, dhe thot ajo tha kam qef me emërtu Hasna. Ajo pra e ka marrë vendimi që të emërton Hasna dhe e ndëgjova, normal. Thot na shqiptarë s'kemi qef me thonë shpesh e kam gugrun, po e ngova, qëto. Dhe e lam emrin sipas qefit të saj. Fëmia e tretë është Merjemi, vajza dhe thot. Dhe është emërtuar me emrin e nanës teme, dhe thot unë me lejnë e grusë në këtë rast e kam emërtuar vajzën me emrin Merjem. Kisha qef ta ketë emrin e nanës teme, dhe pse nana ime është gjallë, thotë nuk është edhe aq më shumë, 55 vjeçare është, kurse Merjemi ka 5 vjet, e nana ime shpesh më thekë o bir, mos ia lën emrin tëm, se kur të arrej nusja jote, do të thotë, kur ti thot diçka keq, ka më marrë keq edhe mu, do të thotë. Dhe ashtu edhe ndodh, Merjemi do të thotë, do të me pas kujdes.
kur i flasëm diçka keq apo ndonjëherë kur e lip ndonjë papuçi me adhon, do të thotë ka kompt, se i thonot edhe Meriemi e madhe, do të thotë. Dhe fëmia i fundit është Besami. Besami, emrin Besami ta kalon shoqë, do të thotë kemi bërë 50-50, 2 ajo 2 unë. Po, 2-2. 2-2. Besam, do të thotë që do të thotë buzëqeshësh, i cili buzëqesh shumë. Do të superlativi buzëqesh, do të thotë i cili i çpandal dhe shumë buzëqesh, është fëmia më i vogël, i ka do të thotë 4 vjet. 4 vjet diçka. Dhe është fëmijë do të thotë i cili është më i lidhur me nonën e vet sa me mua, do të thotë Besami po të mos jetë nona e vetë të shtëpia, do të thotë ai zbohet rahat. Dhe po ta shë nonën e vetë se del prej shtëpisë, do të thotë është problem me dala ja vetë. Këto janë kryesisht do të thotë fëmijët. Normal karakteri, do të thotë mentaliteti i fëmijëve dallon njëri prej tjetrit, secili ka shembull specifikat e veta. Ndonë që do të djem do të bëhet ndonjëri hoç do të ndjek rrugën e prindit. Unë kam më shumë ndjenja do të thotë të Sofjoni se ta vazhdon rrugën e prindit, por tham drejtën nuk i ri shumë mbi kokë mi thonë bani hoç. Dje bile u taku me një hafëz të ri në mas të akşamit kem bashkë me Sofjonin, me djalin, mas akşamit, po. Edhe ke hafëzi djali i hoxhës Remziz, do thotë Amiri, hafëz Amiri, është hafëz i ri që ala 15 vjet si ka, 15 vjeçar parafarsisht. Po i tham Sofjonit, a do të bësh hafëz si kur hafëz Amiri? Më këshiri njerë, së më za përgjigje, thash. Babi si dush, thash, nësë po të që me za. Kur i thash të tha, po tha, dhe bona. Do të tham, inshallah e vazhdon. Rrugën na mundomi, do të me i dhonë kahje të mirë, mi uzu ka i mira dhe ka e drejta, por me gjitha do të thotë çdo send vendimet e fundit janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, atëherë do të shkojmë me tutje të nderuar dëgjues pra me kafën e mëngjesit dhe me minutat e fundit të kësaj rubrike. Dalim tek recituesi juaj i preferuar Hoxhi i Kuranit, cilin recituese dëgjoni më shumë ti? Më shumë ti që më pëlqen dhe kur du, si me thonë diçka me përsëritun nga rregullat e Kuranit, e ndëgjoj Menshawin, rahmetullah alej, do thotë për mësim, për korrigjim të vetvetes, zakonisht ndëgjoj Menshawin. Kur ndëgjoj për Kur'an, për përsëritjen e Kur'anit, atë që e dim diçka përmendesh, do thotë i kam 3 recitues pak që i pëlqejnë më tepër, do thotë është Saad el-Ghamidi, është Ahmed el-Ajmi edhe Meshar Rashidin. Këto 3 recitues do thotë zakonisht ndëgjoj pak më tepër, por për mësim, për korrigjim të vetvetes, do thotë për përsëritje edhe kështu me radh, e ndëgjoj Menshawin. Më shkup kur du mu fal me ndëgju lexim të mirë të Kuranit, shkoj fal namaz molla Bedrilikës. Po do thotë kur hiki prej mamllëkit prej xhamis teme, do thotë apo kur vjen mysafir molla Bedria te xhamia s'ka mundësi be lon mos dal imamat. Apo në tubimet që i organizojnë po të jetë prezent molla Bedria, do thotë mundohem që ata qes imam, se me të vërtet e përqej leximin e tij kështu për atyve o xhallarëve live, do thotë që i ndëgjoj. Mirë, cila është ilahia apo ilahisti apo ilahia që dëgjoni më shumë? Prej arabëve e pëlqej më shumë Ebu Ali. Thotë ilahit pak më të vjetra që janë kanë, do thotë në atë zamanin ton kur kemi filluar me udhëzimin, ka 98, 99, 2000 çatër. Prej arabëve do thotë Ebu Ali, kurse prej shqiptarëve Allah azza wa jall dashëm apo s'dashëm i ka dallu kështu, do thotë 1-2, do thotë e pëlqej Ferkishalën dhe Adem Ramadanin. Do të që mund pëlqen si laista pak më profesional, më tamam, që atë këndimin do thotë e kanë pak me rregulla, me parime, do thotë jo kështu pa usha. Do të
Mirë, dalën tek garderoba dhe veshmbathja në përgjithësi, sa i kushton një vëmendje apo rëndësi, a keni ndonjë firmë të veçantë apo si është procedura e veshmbathjes suaj? Tek veshmbathja do thotë ndoshta pak e teprojmë, kujdesim pak më shumë që veshmbathjen ta kemë të mirë dhe do thotë mundohem që çdo send ta kombinoj me teshat që i kam. Me veç do thotë tesha me firma, për shembull një pjesë të madhe të teshave e kam Pierre Cardin, do thotë të firmës Next, të firmës Boss, dhe kështu me radhë, do thotë. Normal mundohem që çdo ditë me dalë një hekurost për i shtëpisë, do thotë pantallonat kam qef çdo ditë të hekurosen. Këmisha do thotë kam bajgi zgjedhje, mundohem që do thotë ti ndroj një ditë një ngjyrë, një ditë një ngjyrë, ti kombinoj me pantallonat me sen, edhe këpucë do thotë i kam një 10 parë që her pas here do thotë kam qef që mi ndru me teshat, por edhe kam qef që të kem do thotë për shembull kur vishem për sport, kam qef ta kena çdo send që ka të bëjë me sportin, për shembull, sikur patikat që janë për futboll të veçanta, për me hezë të veçanta, për mal të veçanta, teshat e malet për shembull i kam të veçanta, kur shkoj kajherë në mal me hezë, do thotë në për mal, kam qef që ti kena ato të veçanta për mal, pantallonat apo Mirë, atëherë do të shkojmë me pyetjen e radhës hoxh tek vetura juaj që posedoni dhe a jeni vozitës i shpejtë? Veturën që posedoj është një Volkswagen Polo, do thotë Polo variant. Nuk jam vozitës i shpejtë. Do thotë mundohem që rregullat dhe parimet e komunikacionit t'i respektoj. Në të kuqe nuk hi asnjëherë, përveç se nëse ndodh, Allah mos e bëf muhabit, por me hin të kuqe se preferoj, po edhe nëse hin të kuqe dikush një herë, i tham mos hin, nëse hin për s'dyti, unë di edhe mi zbrit prej kerit, s'pranoj mu vozit me te. Kur ja zakonisht do thotë nuk i graj shpejt, në vijat plota nuk hi, do thotë nuk parkohem në vende ku pengoj, do thotë nuk pranoj mu parku. Mundohem do thotë që në maksimum kur të parkohem ndikun me veturën time mos t'i pengoj askujt, para dyrëve private do thotë nuk pranoj mu parku. Dhe sa i takon shpejtësisë nuk i graj shpejt, edhe pse kerin nuk e blejt ka dalt. Nëse një kerë nuk është i shpejt, nuk e blejt. Se kam qef, as nuk kam qef me gra. Që nëse më ofron 2 kere me shku në dikund, i tham du me shku me kerin e shpejt. Jo pse kam qef me i gra shpejt, jo pse i graj shpejt, po thjesht kam qef që motori dhe makina e një kerit tjetë do të fuqishme dhe e shpejt, por kur ja lip nevoja, dimi i gra shpejt, dhe thotë dhe ja di rejnin edhe shpejtësisë, edhe pse do thotë nuk e preferoj dhe nuk i graj shpejt. Kjo do thotë kryesisht, për shembull me guma dimrit, me guma të verës nuk dal, me rrota do thotë, kam qef që t'jenë dimrit, po të mos jenë dimrit, nuk i hipi kerit, do thotë, e lo derisa ti ndroj, pa frena nuk i graj kerit, nëse teknikisht nuk është i përgatit, do thotë nuk i graj dhe s'kam qef që dal me kerin tem, huazoj kerë nuk i hipi kerit tem, po të mos jetë teknikisht i rregullum, do të me pas kujdes do thotë se me kerë, do thotë ka mundësi që shumë sherr dhe shumë zullum të bëjmë në komunikacion dhe dikant të dëmtojnë me të madhe dhe t'ja prishmi dhe t'ja të llovisim jetën dikujt. Kështu që do thotë kryesisht do të mundohem dhe kujdesem që unë në komunikacion të mos e dëmtoj askënd. Edhe pse në rrugët e shpejta, kur ja lip nevoja, i graj her pas here edhe shpejt. Një të pyetja fundit për ju, hoxh, telefonin që keni për momentin dhe i mbani mend numrat e telefonit. Telefonin që e kam për momentin është Samsung që disa vite, ndoshta 7-8 vite do thotë me Samsung jam, prej atinve më të thjeshtave që kanë qenë, do thotë sot e kam Samsung S3 Mini, atë telefon e PSD që gati 2 vite e tepër, do thotë më shkojnë përdore teknologjia, do thotë i mësoj shpejt edhe natyrisht anglishtja më ndihmon një gjë të tillë, dhe do thotë numrat e telefonit zakonisht nuk i mbaj mend, edhe nuk mundona. Këto telefonat e rina kanë bëu pak mbaj lazë, do thotë se me të shpejt dhe por i mbaj mend numrat e telefonave do thotë të disa njerëzve që i kam më të afërt. Shembull e kam një vëlla Jetishin,
Dhe do të 077-63143 ja di numrin përmend që të ishit. Dhe thotë që e kam stafin e grupës dhe stafit grupit tim do thotë vadi numrat përmend. Kam një agjibesim, thotë xhamatli që e kam xhamat që ditën e xumo, do thotë shkoku i komunikacionit dhe shumë kereve, unë kam problem pak me parking te xhamia ime. E është një vëllai pret pak më poshtë çdo herë ditën e xumo me një çajtore. Dhe si dal prej shtëpisë ai hip Mercedesin e vet dhe ai me Mercedes më çon te xhamia dhe më bë më mçu dikush ai dhënat. Dikush tjetër më mçu apo më shku me kerën tem, thirr thotë o xhama ke vëmë të padrejt. Ati ja di numrin përmend edhe atë besimit, ja di numrin Hoxhës Bekirit përmend. Ja di numrin Molla Bedris përmend. Do disa njerëz të caktuar, pak numra di përmend, fatkeqësisht, por edhe atyve që vadi janë njerëz thotë shpirtit që i ka. Mirë Hoxh, Allah shpërblet që në ndërrove në këtë rubrikë të programit e mëngjesit, kafja e mëngjesit. Faleminderit që prana tregove në apo përgjigje në pyetjet tona. Allah ju dhash të mirë edhe që na ftut, Allah ju bekoft, na im ty dashimën e shëndet, e familjen ta bekoft, e stafit e Radio Pendimit, Allahu do thotë ju dhash më të mirë dhe më të begatshmet që Allahu i posedon. Allah ju dhash të mirë edhe një herë. Amin. Assalamu alaikum dhe përshëndetje, faleminderit shumë.